Testimi kombëtar për lëndët me zgjedhje mbylli zyrtarisht këtë të martë procesin e maturës shtetërore për vitin 2025. Rreth 27.000 maturantë në të gjithë vendin ju nënshtruan këtij testimi që shënon edhe hapin e parë drejt universiteteve. Ndërkohë në të dy bashkitë Madhe Klos, numri maturantëve që u testuan në këtë provim të fundit ishte 270, ku 180 maturantë janë nga shkollat e mesme të bashkisë Madh dhe 90 maturantë nga shkollat e mesme të bashkisë Klos. Në këtë provim, nxënësit kishin mundësinë të zgjidhin mes një game të gjerë lëndësh në varësi të interesave dhe prirjeve të tyre, nga ato shoqërore te lëndët shkencore. Ashtu si provimet e tjera, edhe ky provim u zhvillua në mjediset e gjimnazit Pjetër Buti në Burel dhe atë të palestrës së shkollës nënvjeçare Tahir Hoxha në Klos. Duke qenë se ishin lënë me zgjedhje, maturantët klosian thanë se testi ishte i nivelit mesatar dhe se nuk kanë ndjerë vështirësi për plotësimin e tij, ndërsa presin rezultate maksimale nga ky provim. Shumë mirë, i thjesht. Kemi përcuar çdo gjë që kemi bërë në shkollë ishte në provim. Provimi shumë i mirë, ishte i thjesht, nuk patëm probleme gjë tjetër. Kaluam me sukses. Provimi me gallu kësaj beton me veti bom, probleme nuk ishim, as suljoza, as stres kur gjo. Shumë mirë fare për gjë. Provimi ishte shumë i thjesht, fal punës së mësuesve tonë të dashur gjatë vitit shkollor, për ne ishte shumë i thjesht. Ne realizuam provimin plot sukses, pa kopjuar, pa asgjë, e arritëm të dalim shumë mirë. Pas mbylljes së provimeve të maturës shtetërore, tashmë maturantët që duan të djegin arsimin e lartë do të duhet të plotësojnë formularin e degëve të preferuara.